Horoskopi ditor, 10 dhjetor 2025, dashi, sot është koha për të hequr dorë nga gjërat që ju mbajnë pas ose që nuk ju bëjnë mirë, dashi. Pas muajsh që keni qenë duke menduar 2 herë për gjithçka, intuita juaj fillon të punojë më qetë dhe më saktë. Mos e ngutni mendjen me vendime të shpejta, më mirë prisni pak, derisa shqetësimet e vogla të ditës të qetësohen. Kjo është një periudhë kur mund të përfitoni duke bërë gjëra që ju relaksojnë dhe ju ndihmojnë të shpërqendroheni nga stresi. Jepini vetes pak hapësirë për të mësuar, zbuluar dhe për të provuar gjëra të reja, por pa e tepruar. Informacioni dhe mesazhet që merrni tani janë më të qarta dhe më të besueshme. Dhe ndjenja juaj për të ditur se çfarë është e mirë për ju po kthehet. Mos lejoni që shpresa ju çojë larg nga realiteti, por largimi nga barët dhe ankthi i vjetër ndjen mirë. Koha për të lënë pas prokrastinimin dhe për të marrë hapat e nevojshëm ka ardhur. Përfundon një fazë gjatë ku intuita dhe privatësia juaj ishin në ndikimin e Neptunit, dhe nga janari gjërat do të fillojnë të qartësohen edhe më shumë. Sot është më mirë të mos ndani menjëherë mendimet ose ndjenjat tuaja, ruani pak hapësirë për reflektim dhe vendime të mençura. Demi, sot gjërat fillojnë të qartësohen pas muajsh ngatërimi, Demi. Misit, planet dhe marrëveshjet që keni janë më të qarta dhe ju e dini ku mund t'i besoni njerëzve. Mund të merrni lajme nga një mik që nuk keni dëgjuar prej kohësh, ose të rifilloni një projekt të vjetër dhe ta përmirësoni. Megjithatë, disa gjëra mund të mbeten të paqarta dhe jo të thjeshta për t'u menaxhuar. Sot mund të keni vështirësi të shprehni atë që mendoni, ose të hasni kundërshtime nga të tjerët. Përgjigjet tuaja ndaj situatave të tilla mund t'ju befasojnë dhe t'ju bëjnë të mendoni ndryshe. Kjo është faza e fundit e ndikimit të Neptunit tek jeta juaj sociale. Nga janari gjërat do të lëvizin më qartë. Sot durimi dhe dëgjimi i tjerëve janë çelësi për të shmangur keqkuptimet dhe për të marrë vendime të mira. Demi, besoni më shumë tek miqt dhe lidhjet tuaja. Dëgjoni njerëzit rreth jush, por mos e humbni kontrollin e vendimeve tuaja. Binjakët, sot gjërat fillojnë të qartësohen në punë dhe planet tuaja, binjak. Nëse keni qenë të pasigurt për rrugën që duhet të ndiqni, intuita juaj mund t'ju tregojë drejtimin e duhur. Ju jeni më të hapur ndaj ideve të reja dhe kuptimit të situatës, dhe mund të ndiheni të kënaqur me atë që keni arritur deri tani. Në javët e ardhshme, do të rifitoni besim tek planet afatgjata, karriera dhe përgjegjësitë tuaja. Edhe nëse disa gjëra mbeten të paqarta, do të ndiheni më të sigurt që gjithçka do të shkojë si duhet. Kjo nuk është për të pasur pamje të plotë, por për të rikthyer besimin tek ëndrat dhe aftësitë tuaja. Ky është fundi i një periudhe të gjatë ku Neptuni ka ndikuar tek karriera dhe planet tuaja. Nga janari gjërat do të qartësohen më shumë. Sot mos prisni që gjithçka të shkojë saktësisht si e keni planifikuar, mund të ndodhin kujtime ose ngjarje që tërheqin vëmendjen tuaj. Është një kohë e mirë për të sjellë më shumë imagjinatë dhe frymëzim në punën tuaj. Ndiqni intuitën në punë dhe planet tuaja. Edhe nëse nuk e dini të gjitha përgjigjet, besoni se po ecni në drejtimin e duhur. Gaforia, sot fillon një fazë ku besimi tek vetja dhe jeta juaj rritet, Gafore. Pas muajsh dyshimesh dhe shqetësimesh, intuita juaj po qartësohet dhe mund të ndjeni një kthes tek një projekt ose mënyrë të menduarit. Planet për edukim, çështje ligjore ose projekte kreative mund të fillojnë të lëvizin përpara, edhe nëse gjërat nuk janë të qarta ose të përcaktuara mirë, besimi se po shkoni në drejtimin e duhur po rritet. Ju kuptoni që nuk është gjithmonë e nevojshme të keni gjithçka të qartë për të jetuar dhe për të bërë zgjedhje. Ndërkohë, shpërqendrimet e fundit nga gjërat më të mëdha fillojnë të bien në vend, nëse kohët e fundit keni pasur tendencë për të shtyrë gjërat. Sot ndiheni të motivuar për të synuar më lart. Keni parasysh që komunikimi mund të jetë pak i ashpër sot dhe tensioni mund të çojë në gabime të vogla. Mendja mund t'ju shpërqendrojë pak, ndaj përpiquni të përqendroheni dhe të merrni gjërat një nga një. Në janar, Neptuni do të lërë këtë sektor të jetës suaj përfundimisht, por sot është një ditë e mirë për të përvetësuar mësimet që ka sjellë. Hidhni një sy pas së kaluarës dhe kuptoni pse gjërat ndodhen si ndodhen.
Mos i lini shqetësimet të ju pengojnë të ecni përpara. Luani, sot fillon një ndryshim i rëndësishëm tek financat dhe marrëdhëniet me të tjerët, luani. Nëse keni pasur konfuzion për kufijt tuaj ose për varësitë që keni, tani gjërat fillojnë të qartësohen. Nuk do të keni të gjitha përgjigjet menjëherë, por do të ndiheni më të qetë dhe më pak të mbingarkuar. Ky është një moment për të lënë pas prokrastinimin dhe vonesat tek çështjet financiare dhe marrëdhëniet e ndërlikuara. Në javët e ardhshme do të rindërtoni besimin tek aftësia juaj për të zgjidhur problemet dhe për të menaxhuar situatat e ndërlikuara. Kjo është pjesa e fundit e tranzitit të Neptunit tek ky sektor i jetës suaj. Në janar ai do të largohet përfundimisht. Deri atëherë mund të shfrytëzoni kohë për të reflektuar mbi mënyrën se si ka ndryshuar perceptimi juaj për fuqinë, intimitetin dhe asetet e përbashkëta sot. Ndryshimet e papritura ose kundërshtimet mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë vendimet dhe opinionet tuaja, edhe nëse fillimisht duket e lodhshme. Është një ditë për të qartësuar rrugën dhe për të marrë hapin e duhur. Kujdesuni për financat dhe marrëdhëniet tuaja të afërta. Mos e shtyni zgjidhjen e problemeve, edhe pse duket sfiduese. Virgjëresha, sot fillon një periudhë ku besimi dhe qetësia ju rikthehen në marrëdhënie dhe miqësi, Virgjëresha. Pas muajsh pasigurie dhe shqetësimesh, tani mund të ndjeni më shumë besim në vetvete dhe tek mënyra se si i menaxhoni marrëdhëniet tuaja. Fokusohuni tek gjërat pozitive dhe të bukura të jetës dhe dashurisë. Kjo sjell kënaqësi dhe ndihmon të ndërtoni besim për të ardhmen. Nëse keni ndjerë më parë se jeni në dorën e humorit të tjerëve ose nuk dini si të përmirësoni marrëdhëniet, tani gjërat fillojnë të qartësohen dhe ndiheni më të fuqishëm. Kjo nuk ka të bëjë me pasjen e të gjitha përgjigjeve, por me ndjenjen që mund t'i merrni gjërat në dorë dhe të vendosni për rehati dhe stabilitet në lidhjet tuaja të rëndësishme. Sot, keni kujdes me komunikimin, paratë dhe vendimet në dashuri. Impulsiviteti mund t'ju shtyjë të provoni diçka të re ose të përmirësoni një metodë që përdorni tashmë. Ky është fundi i tranzitit të Neptunit në këtë pjesë të jetës suaj. Dhe deri në janar është koha për të mësuar dhe përvetësuar mësimet që ka sjellë ky ndikim misterios dhe krijues. Fokusohuni tek marrëdhëniet dhe gjërat që ju bëjnë të ndiheni mirë. Mos e teproni me impulsivitetin në dashuri, para ose komunikim. Peshorja, sot fillon një ndryshim i rëndësishëm tek puna, shëndeti dhe zakonet tuaja, peshore. Pas muajsh dyshimesh dhe shqetësimesh, tani ndiheni më të qetë dhe më pak të ngarkuar nga fajet ose brengat. Në javët e ardhshme, do të rifitoni besim tek ajo që bëni dhe tek ideja se gjërat më kuptimplota janë në rrugë për t'u realizuar. Jeta nuk do të rregullohet menjëherë, por tani ndiheni më të sigurt që mund të përmirësoni disa probleme dhe të merrni kontrollin e situatës. Ky është fundi i tranzitit të Neptunit në këtë sektor. Një periudhë e gjatë që ka sjellë mësime për punën dhe shëndetin tuaj. Sot mos nxitoni me vendime, tensionet mund të lindin. Por mendimi kreativ ose bisedat e sotme mund t'ju japin perspektiva të reja për çështjet e punës ose financave. Është koha për të reflektuar dhe për të përvetësuar mësimet që keni marrë nga kjo periudhë, për të ecur më i qetë dhe i bindur përpara. Merrni kohë për rutinat, punën dhe shëndetin. Mos nxitoni me vendime, por mendoni kreativisht për zgjidhje të reja. Akrepi, sot gjërat fillojnë të qartësohen tek dashuria dhe krijimtaria, akrep. Pas muajsh konfuzioni dhe pasigurie, tani ndiheni të inkurajuar të besoni te ëndrat tuaja dhe të lini pas plane që nuk ju shërbejnë më, për të hapur vend për gjëra të reja. Nëse kohët e fundit keni shmangur të dëgjoni zemrën tuaj, tani po i kushtoni më shumë vëmendje ndjenjave tuaja, edhe pa pasur të gjitha përgjigjet. Projekte kreative, hobi që ju pëlqejnë ose marrëdhënie romantike mund të fillojnë të shfaqin përparim në javët që vijnë. Dëgjoni zemrën dhe krijimtarinë tuaj. Lini pas planete që nuk ju shërbejnë më dhe hapni vend për gjëra të reja. Kjo është pjesa e fundit e tranzitit të gjatë të Neptunit tek dashuria dhe krijimtaria. Në janar do të lëviz përfundimisht.
Sot, energjitë mund t'ju sfidojnë të përballeni me çështje që keni lënë pas dore, por kjo është një mundësi për të rregulluar gjërat dhe për të rifituar qartësi në jetën tuaj emocionale dhe kreative. Shigjetari, sot fillon një periudhë më e qartë tek shtëpia dhe marrëdhëniet me familjen ose ata që jetojnë me ju, shigjetar. Planet dhe ëndrat tuaja mund të rifillojnë dhe është më e lehtë të merrni masa pa e shtyrë për më vonë. Çështjet që keni shqyrtuar dhe menduar në muajt e fundit tani fillojnë të japin rezultate, duke ju dhënë drejtim dhe vendosmëri. Marrëdhëniet me familjarët ose të afërmit mund të përmirësohen, dhe gjërat që lidhen me shtëpinë dhe jetesën tuaj do të ecin përpara. Megjithatë, sot mund të ketë ndërprerje ose shpërqendrime, ndaj është mirë të prisni pak para se të merrni vendime të rëndësishme. Kjo është një mundësi e mirë për të shfrytëzuar imagjinatën dhe për të konsideruar ide të reja dhe zgjidhje të ndryshme. Krijimtaria është në nivel të mirë, dashuria mund të ketë sfida të vogla, ndërsa biznesi dhe planet tuaja janë duke lëvizur në drejtimin e duhur. Kujdesuni për shtëpinë dhe marrëdhëniet me familjen. Planifikoni me kujdes, por përdorni imagjinatën për ide të reja. Bricjapi, sot mund të kuptoni më mirë arsyet pse disa gjëra kanë ndodhur në të kaluarën. Bricjap. Pas muajsh dyshimesh dhe vonesash, tani jeni më të gatshëm të ndani idetë dhe frymëzimin tuaj me të tjerët dhe të veproni pa e shtyrë për më vonë. Disa keqkuptime mund të dalin në pa, por kjo ju ndihmon të fitoni më shumë besim në mënyrën tuaj të punës kreative. Çështje të lidhura me mësimin, shkrimin ose udhëtimet që kanë qenë pezull mund të fillojnë të lëvizin përpara, ndërsa ecni përpara, do të rindërtoni besimin tek projektet, studimet, marrëdhëniet dhe planet tuaja. Sot mund të hasni ide që nuk përputhen me tuajat, por nga mendimi i mëtejshëm ose lajmet që merrni mund të lindin perspektiva interesante. Krijimtaria është në nivel të shkëlqyer, dashuria ka sfida të vogla, ndërsa biznesi dhe planet tuaja ecin mirë, ndani idetë dhe frymëzimin tuaj me të tjerët. Merrni hap pas hapi për të përmirësuar projektet, studimet dhe marrëdhëniet. Ujori, sot gjërat fillojnë të qartësohen tek planet dhe objektivat tuaja, ujor. Në javët që vinë, do të ndiheni më të motivuar dhe më të fuqishëm për të përkushtuar tek projektet dhe idetë tuaja, gjë që ju jep një ndjenjë qëllimi dhe energjie. Çështjet materiale dhe financiare po përmirësohen, dhe besimi juaj në aftësinë për të siguruar jetesën që dëshironi ose për të tërhequr burimet e duhura po rritet. Çështjet financiare që kanë qenë pezull mund të gjejnë zgjidhje dhe të përparojnë, ndërsa disa projekte duken më premtuese. Ky është fundi i tranzitit të Neptunit në këtë sektor të jetës suaj. Nga janari gjërat do të lëvizin përfundimisht. Sot mund të ketë pak tension, por bashkëpunimi dhe bisedat me të tjerët ju japin shumë mësime dhe ide për të ardhmen. Krijimtaria është në nivel të mirë, dashuria ka sfida të vogla dhe biznesi ecën mirë. Besoni tek aftësitë tuaja për të arritur qëllimet dhe për të menaxhuar financat. Shfrytëzoni kohën për të marrë vendime të menduara. Peshqit, sot ndodh një ndryshim i madh për ju, peshq, pasi Neptuni fillon të lëviz drejt pas muajsh retrogradimi. Kjo sjell një ndjenjë më të madhe mirëqenieje dhe besimi në ëndrat dhe planet tuaja personale. Projekte që keni nisur mund të përparojnë dhe mund të ndiheni të frymëzuar të synoni më lart. Ky moment gjithashtu ringjall energjinë tuaj shpirtërore. Ju mund të qaseni tek bota me mënyra të reja, më të fuqishme, dhe të përdorni reagimet e të tjerëve për të përmirësuar idetë dhe planet tuaja. Ky është fundi i një periudhe shumë të gjatë të Neptunit tek shenja juaj, një fazë e madhe që ka sjellë mësime të rëndësishme. Në janar, Neptuni do të largohet përfundimisht nga shenja juaj. Tani është koha për të reflektuar mbi atë që keni mësuar dhe çfarë do të mbani me vete nga kjo përvojë, edhe pse dita mund të duket pak e çrregullt. Kjo është e mirë për të zgjeruar mendjen dhe për të zbuluar fushat e jetës që mund të kenë nevojë për përmirësim ose vëmendje të veçantë. Një perspektivë e re mund të lindë nga situatat e papritura të sotme, ose mund të merrni një kthes interesante në rrugën tuaj. Ndiqni ëndrat dhe planet tuaja personale. Reflektoni mbi mësimet që keni marrë dhe përdorini për të përmirësuar jetën dhe marrëdhëniet tuaja.